bën me urrë me xhelet? Kjo është një pyetje përgjithshme që mund të bën edhe s'bën. Xheleta apo rrurja në vende të turpshme është prej suneteve të forta, domosdoshme si sunet rrjedh nga Ibrahim alayhi salam. Do të thotë në vende të turpshme ka dalë qimet, është sunet dhe mbi 40 ditë nuk bën me kalu pa u pastruar dhe me hik aty vende nga vendet të turpshme kimet. Mirë po, sa i përket rrujës në fytyrë, femra e ka të ndaluar, sepse edhe nuk i del, dhe ka femra e cila i del, do thotë i dalin disa qime, bën me përdor me qëllim që të ketë kujdes. Kurse të mashkulli kanë fol ulemaja. Ata të cilët e shohin obligativ shurjen e mjekrës, e kanë bë haram përdorimin e brizkut të rrujës, përveç në kokë për haxh dhe umre lejohet. Kurse në fytyrë është ndaluar rrepsisht me përdor, do të thotë xheletën apo brizkun e rrujës. Do të thotë është prej gjërave të ndaluara. Mashkulli nuk ka të drejtë ta rrujë fytyrën e tij, që jep me kuptue se është një gjë e domosdoshme lëshurja e mjekrës, se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë lëshoni mjekrat dhe shkurtoni mustaqet. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون